Gjykata themelore në Ferizaj e ka dënuar me 24 vjet burgim Valon Aliun, pasi e shpalli fajtor të premten për vrasjen e ish bashkëshortes së vet, Erona Cokli në vitin 2024. Trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja fitore Krivanjeva Daci e dënoi Aliun veç mas me 22 vjet burgim për vrasje të rënd, 1 vit për armbajtje pa leje dhe 2 vjet për kanosje, por ati i u shqiptua dënimi unik prej 24 vjetësh burgim në bazë të dispozitave ligjore, raporton Betimi për Drejtësi. Në këtë dënim, ati do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 12 prilli i viti 2024. Aliu ka të drejtë të ankohet ndaj këtij dënimi në gjykatën e apelit. Cokli u vra në moshën 21 vjeçare në prill të vitit 2024 në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Si i dyshuar kryesor për aktin, u arrestua menjëherë ish bashkëshorti i saj, me të cilin ajo kishte një djalë 1 vjeç e 2 muaj. Çifti ishte i shkurorzuar për gati 1 vit dhe Erona i kishte detyrim ligjor të takonte të birin me të atin çdo javë në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Në takimin që do të bëhej i fundit për ta në prill 2024, ajo u qëllua për vdekje, ndërsa vëllai i saj Driloni 15 vjeç që e shoqëronte u plagos. Gjykata vendosi gjithashtu se Aliu zotronte pa leje një pistolet të tipit Zoraki, e cila është konfiskuar në mënyrë të përhershme. Që nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë rreth 60 gra, shumica nga bashkëshortët e tyre. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit kritikojnë sistemin e drejtësisë për dënime të lehta të autorëve, gjë që sipas tyre i trimron dorasit. Vrasja e rëndë në Kosovë dënohet me minimum 10 vjet burgim dhe me maksimum burgim të përjetshëm. Por edhe sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, rastet e vrasjes së grave marrin dënime të ulta, kthehen në rigjykim ose zvarriten.